ligji i punës dhe ligjet tjera që e përcjellin raportin punëdhënës punëmarrës, mbi 80% fare nuk zbatohet, sepse ne këtu kërkojmë nga ato ligje, ato vendime që ndalën nga Parlamenti i Kosovës. Asnjëherë nuk kemi kërkuar jashtë kësaj dhe vetë fakti që nuk zbatohet ligji i punës, faktikisht iki punëtorët që 80% të punëtorëve nuk e kanë pushimin vjetor si duhet. 80% punëtorëve nuk e kanë pushimin mjekësor si duhet. Në 80% punëtorëve, sidomos të marketeve dhe supermarketeve të tjera, i denoncojnë punëtorët pa drejt, në farforme pa drejt, sepse janë një rast eklatant. Nëse një mall i një kompanie prishet, ta nxomë gjanat ushqimore, pemë dhe perime, dhe merrni me men, kompanitë tona shumë të mëdha me renome, ai mall që prishet përpjesohet dhe ai shumë e tërësishme bartet tek pagat e punëtorëve, që ka me të vërtetur diçka jo serioze. Nuk është diçka që po e shpikemi sot, nuk është diçka që për këto që ka i flasmi na, mas pari i trajtojmë, i njoftojmë institucionet tona, inspektoratin, pronarët e kompanive, por është shumë e vërtetë që deri më tani, dhe tani nuk është ashtu, deri më tani mendojmë që kanë qenë aleat shumë të mirë inspektorati me qeveritarët dhe me pronarët e kompanive, dhe ne deri më tani kemi pasur telashe që të implementojmë këto që ka po i flasmi. Në fillim nisa me datën, dhe që është një datë e rëndësishme në fund të ditës në shumë vende, do të thotë manifestohet me protesta dhe gjithmonë duke i drejtuar kërkesat ndaj institucioneve. Në vendin tonë, e thash në fillim, është një lloj feste, është rikthyer një feste e cila lokalizohet e gjitha në Gërmi, në Prishtinë. Po, sot detyrat i kemi ndarë, një pjesë e punëtorëve kemi protestuar, një pjesë e tjera mirë kanë bërë që kanë festuar se s'pakut një vetë ndoshta edhe ata let gëzohen. Por megjithatë duhet ta themi të qartë që ende nuk e kemi vetëdijsimin në nivelin e duhur edhe të punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Ata mendojnë që këta njerëz që kemi dalë ne sot në shesh për protestuar, ata mendojnë që gjitha detyrat që i kanë ata problemet duhet ne t'i trajtojmë. Jo, nuk është ashtu, por megjithatë, domthonë edhe ata nëse kanë pas një ditë mirë, ne ju urojmë që ata të vazhdojnë tutje, por megjithatë duhet të them që një sindikat e fortë, një organizim i mirë mund të bëjmë mrekullina edhe po bën mrekullina, sepse ne vitin e kaluar kemi pasur në shumicën e kompanive pak 275 euro. Kemi arrit në 402 euro. Por tani do të përshpejtohet kjo procedurë dhe është shumë normale që deri me 1 shtator është një kohë, një procedurë për cilën duhet të bëjnë llogaritë edhe pronarët e kompanive dhe qeveria dhe të tjerët, sepse me 1 shtator, jo që jemi na është fuqishëm, po fuqia jonë është shumë e kërkueshme punëtore, dhe ne normal që aty ku nuk e kemi pagën 600 euro, do t'ikim dhe do të lëvizim, qysh po lëvizim pothuajse gati për çdo ditë në çdo kompani. Dhe duhet ta them këtë, që ndoshta unë kam thonë që shpeshherë çfarë presione që kanë bërë kompanitë punëtore, kam thonë kur nuk ka mungi me ta. Po tani besoni që mu po vjen gjëna për shumë kompani. Vjen gjëna sepse 90% kompanive kanë mungesë punëtorëve. Kryesisht kanë mungesë punëtorëve, po themi profesionistë, sepse ne kemi punëtorë, sepse në opinion po thuhet që ka nevojë për fuqi punëtore, shihni ju edhe rrugës ka shkësh. Dhe në anën tjetër thuhet që është një numër shumë i madh i punëtorëve, të cilët ose rinë që po rrinë në shtëpi. Dhe askush nuk e analizon. Pse po vi deri te kjo? Po vi deri te kjo sepse një punëtor me 300 euro, domthonë nëse është nga Podjeva, nëse është nga Lipjani, nuk e ka llogarinë me ardhmë në Prishtinë me kryer një shërbim, sepse ma shumë kryen humbje se sa që fiton diçka. Dhe ne e themi, nuk dëmë të dalim për te maksimumi, sepse ne kuptojmë që edhe kapitali i kompanive nuk arrihet, edhe ai duhet ruhet, por jo një pronar kompanije mos të din ku ka pasunin dhe punëtorët ndoshta do t'i vuajnë për gjonat më elementare në familje. Nuk është në aspekt ligjor, por nuk është edhe njerëzore. Krejt për fund do doja një mesazh nga ana juaj kësaj radhe drejtuar punëtorëve, atyre të cilët në një farë mënyre u kushtohet kjo ditë. Unë po i drejtohem punëtorëve dhe gjithkund ku aty kemi një organizim, ata e dinë shumë mirë që çështjet po lëvizin pozitivisht, po jo as sa dëshirojmë na dhe ata, por megjithatë po lëvizim, do të kisha pas dëshirë që për gjitha qeveritë e kaluame edhe kjo e fundit, inshallah kur nuk përsëriten dhe inshallah kur nuk vi deri te kjo, sepse realisht në një qeveri që nuk dialogon me punëtorët për një periudhë 4 vjeçare faktikisht